Tetori roz, muaji i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit për gratë dhe vajzat, aktivizon jo vetëm të rriturit në aktivitetet e ndryshme dhe mesazhet sensibilizuese për kontrollet e vazhdueshme për parandalimin e tij, por edhe fëmijët, të cilët ndajnë mesazhet e tyre inkurajuese për këtë sëmundje. Nxënësit e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa organizuan një aktivitet me mësueset, mamat e tyre dhe mjekjen e ftuar të familjes Altina Hajdari. Fëmijët kishin përgatitur fjongot roz, quash përndan të pranishmeve, informacionet e duhura për parandalimin e kancerit të gjirit dhe 16 ekofalas për gratë për kontrollin e kësaj sëmundje, duke treguar solidarizimin e tyre dhe të shkollës me gratë dhe vajzat. Tetori roz nuk është vetëm një datë në kalendar, por është një fushatë ndërkombëtare e cila ka për qëllim të shpërndajë informacion, të inkurajojë dhe të ndërgjegjësojë çdo grua dhe çdo vajzë që të jetë në kujdes të vazhdueshëm për shëndetin e saj. Tetori është caktuar si muaji i ndërgjegjësimit mbi kancerin e gjirit, i cili zhvillohet çdo vit, pra në këtë muaj zhvillohen aktivitete të ndryshme të cilat synojnë të shpërndajnë informacion mbi shëndetin e gjirit dhe të paratërrisin ndërgjegjësimin për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjes së kancerit të gjirit për të gjitha gratë dhe vajzat në të gjithë globin. Fjonga roz u përdor për herë të parë në fillim të viteve 90 dhe që atëherë është bërë një simbol global që na kujton rëndësinë e parandalimit dhe mbështetjes në grave që përballen çdo ditë me këtë lloj sëmundje. Sot fjonga roz nuk është thjesht vetëm një simbol, por është më tepër se kaq. Është një mesazh për çdo grua: kujdes për veten, mos e neglizho shëndetin dhe mos ki frikë të kërkosh ndihmë mjekësore kur është e nevojshme. Mjekja e familjes Altina Hajdari tregoi simptomat e kancerit të gjirit me qëllim që të kapet në kohë dhe më pas u zhvillua një bashkëbisedim rreth sëmundjes. Është një nga sëmundjet të cilat po merr jetë njerëzisht, është një nga sëmundjet, një nga kancerat shumë të rëndësishëm dhe është një nga kancerat të cilit renditet si kanceri i dytë më i shpeshtë mbas kancerit të lëkurës. Çdo grua, çdo vajzë mund ta bëjë kontrollin e gjirit pas një lloj problemi. Dhe teknika nuk e di nëse mund. Teknika është shumë e thjeshtë. Është ngritja e dorës lart dhe një masazhim vetëm me 4 gishtat me mollzat e gishtave, duke palpuar në pjesën ansore dhe t'i vinë gjithë gjirit rreth e qark. Nëse shikohet një ndryshim minimal, duhet paraqitemi me patjetër te mjeku që të marrim udhëzimet e duhura. Kam një pyetje. Ka patjetër. Përveç faktorit gjenetik, ka faktorë të tjerë që ndikojnë ose nxisin. Ka faktorë të tjerë. Ka faktorë të tjerë, siç është stresi, është një nga faktorët që është një faktor risku, është jeta sedentare, është një faktor risku, terapia hormonale të cilat marrin gratë që kalojnë në menopauzë, është një nga faktorët e riskut. Mjekja Hajdari në fund të aktivitetit shprehu falenderimin për kontributin e nxënësve dhe stafit të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Realisht ishte një nga aktivitetet që më ka lënë mbresa. Nxënësit e shkollës, nënshkruesi i pavarësisë realisht kishin punuar shumë mirë, kishin nxjerrë materialet e duhura për të informuar të gjitha gratë rreth kancerit të gjirit. Aktiviteti ishte i qartë dhe i drejt për drejt, ndihmonte çdo grua rreth informacionit që i duhet për të ditur për kancerin e gjirit. Përfitoj nga rasti, t'i bëj thirrje çdo gruaje, çdo vajze që të bëjnë kontrollet periodike për të parandaluar kancerin e gjirit. Shkolla jon ka vendosur që të bëjë një gjest të veçantë, të dhuroj disa eko për disa gra dhe vajza si një mënyrë për të nxitur zbulimin dhe parandalimin e hershëm të kësaj sëmundjeje. Ky veprim i vogël mund të duket i vogël, por është një veprim shumë i madh që tregon solidaritetin dhe dashurinë që kemi për njëri tjetrin dhe që së bashku mund të shpëtojmë jetë. Në total mund të ndihmojmë 600 ekofalas, të cilat nuk i durojnë.